fëmijët e prindërit. Familje, dëgjoni prindërit tuaj në Zotin, sepse është e drejtë. Ndero babën tënd dhe nënën. Është urdhri i parë me premtim, që ta jesh mirë e të jetosh gjatë mbillej. Ju, o prind, mos i hidhëroni fëmijët tuaj, por edukoni me disiplinë e me këshilla që vijnë prej Zotit. Sklavërit dhe zotërinjt. Sklavër, dëgjoni zotërit tuaj toksor me nderim e bindjen në thjeshtësinë e zemrës, por si Krishtin. Jo për syefaqe, si ata që duan t'ju pëlqejnë njerëzve, por si sklavërit e Krishtit, të cilët me vetdije e kryejnë vullnetin e hyjit dhe me endje shërbejnë, por si Zotit e jo njerëzve, duke ditur se ai që bën mirë, qoftë sklav, qoftë i lirë, do të e marrë për këtë pagën prej Zotit. Por edhe ju, zotërin, silluni edhe ju ashtu kundrej tyre, larg jush mendimit të ndërshkoni, dini se zotruesi i tyre dhe i juaj është në qiell, te ai nuk ka krah mbajtje. Luftoni të keqen. Kushtu këndej forcohuni në Zotin dhe në fuqinë e pakufishme të Tij. Dëgjeshuni me armë e hyjt që të mund të qëndroni përballë pritave të djallit, sepse nuk kemi luftë vetëm kundër njerëzit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër shpirtave të këqij të hapësirës qiellore. Prandaj ngjeshuni të gjithë armët e hyjit që të mund të qëndroni përballë në ditën e ligë, e pasi të ngallëni mbi të gjitha, të qëndroni zotërues të fushës. Në këmbë, pra ngjeshni yjet me të vërtetën dhe veshni drejtësinë në vend të panëcirës. Mbasni këmbët me zellin e kumtimit në Ungjillin të paqes. Në çdo gjë mbani në dorë shtytin e fesë, me të do të mund t'i fikni shigjetat e zjarrta të keqit. Merrni për krenaren e shëlbimit dhe shpatën e shpirtit shenjtë, domethënë fjalën e hyjit. Lutuni në bashkim me Shpirtin Shenjtë me çdo uratë e lutje në çdo rast. Prandaj edhe rrini zgjuar me shumë qëndresë dhe në lutje për të gjithë shëtrit. Lutuni edhe për mua, që hyji të më zhdraviloj gjuhën dhe të më jap fjalën të përshtatshme për ta kuptuar plot guximin misterin e Ungjillit, i dërguari i të cilit jam në pranga që të mund të flas me guxim të duhur. Përshëndetjet e fundit, dhe që ju të dini si jam dhe çka bëj, për çdo gjë do t'ju ver në dijen Tihiku, vllai i dashur dhe ndihmësi besnik në Zotin, atë po e dërgoj te ju shi për këtë punë, që të dini si jemi dhe që t'i ngushëlloj zemrat tuaja. Hyji atë dhe zotëria Jezu Krishti u dhenqin të gjithë vëllezërve paqë, dashni bashkë me fenë. Paqin hirit të gjithë ata që e duan Jezu Krishtin, zotërin ton, me dashuri që nuk mbaron.